Vazhdojnë pakënaqësitë e punëtorëve në komunën e Tetovës për shkurtimin e rrogave, gjithsesi heqjen e shpenzimeve për rrugë dhe transport. Gjatë protestave të sotme, punëtorët janë shprehur se do të vazhdojnë në këtë mënyrë të shprehin pakënaqësinë ndaj vendimit të komunës së Tetovës për shkurtimin e rrogave. Kamber Sadiku, punëtor në administratën e komunës së Tetovës, thotë se arsyetimet e komunës nuk mbajnë dhe nuk kanë bazë ligjore. Vazhdojnë variantat e zgjedhjes problemit, ne vazhdojmë me këtë simbolikën që dëshmojmë përsëri se do të ankohemi ditë për ditë. Nëse ja vlen, kuptohet gjithsesi se vlen që të dalim këtu të tregojmë, atë rrogë që na e ka shkurtu, kuptohet si një vjedhje parash nga xhepi i të punësuarve. Do jenë variantat që procesin e gjyqit e kemi të përgatitur. Dita ditës do shohim si di ndrojmë strategjit, protestën dhe vazhdojmë kësaj para komunës, gjithmonë në vazhdimsi e simbolikës asaj që ata para duhet t'i kthej. Ka varianta që flitet se gjoja e revizorit, gjëna janë pak gjëna si të tepruara, s'kan të bëjnë me çështje ligjore. Le të del konform ligjeve të tregon përfaqësues të komunës, cila është e drejta. Nuk ka fare bazë ligjore, është një gënjeshtër e rregulluar. Ndërkaq që nga komuna e Tetovës kanë theksuar se qëndrojnë në vendimin e tyre se i njëjti vendim është i ligjshëm. Zëdhënësja e komunës së Tetovës, Lume Hyseini, është shprehur se nuk do të ketë pezullim të vendimit, pasi që i njëjti është në harmonizim me rekomandimet e entit shtetëror për revizion. Qëndrimi i komunës është dhënë, qysh prej kohës kur është marrë ky vendim, është bisedu me punëtorët, ato kanë qenë të njoftuar për vendimin e kryetares edhe pse merret ky vendim edhe nuk bëhet fjalë për shkurtim të rrogave, nuk është ulje e rrogave, po është tani ato janë të harmonizuara me ligj, punëtorët e komunës së Tetovës tani paguajnë si punëtorët e komunave për rreth, edhe administratorët shtetëror në përgjithësi. Shuma që merret për transport edhe ushqim është e përllogaritur në bruto rrogë, shuma për transport edhe ushqim që e kanë marrë ka qenë shtesë, vetëm është hek ajo shtesa që e kanë marrë punëtorët. Ndryshe, më shumë se një javë, 10 punëtorë të komunës së Tetovës protestojnë çdo ditë gjatë kohës së pushimit para objektit të komunës së Tetovës për vendimin e shkurtimit të rrogave.